Një anije mendima humanitare nga Kosova për palestinezët në Gazën e shkatruar nga lufta është nisur nga porti Mersinit në Turqi drejt enklavës palestineze. Lajmin e ka bërë të ditur vetë kryeministri në detyrë Albin Kurti përmes një njoftimi në Facebook ku thekson se dërgesa në vlerë prej 500.000 eurosh përfshin tenda, pako ushqimore, batanie dhe 158.000 racione të ushqimit të ngrohtë për banorët në nevojë. Kurti shton gjithashtu se dërgimi i këtyre ndihmave u bë vetëm pas marrëveshjes së fundit të paqes të arritur në udhëheqjen e presidentit amerikan Donald Trump. Në postim Kurti thot gjithashtu se kjo dërgesë nga Kosova të ndihmojë sadopak banorët e Gazës. Kjo ndihmë humanitare përfaqëson angazhimin e Republikës së Kosovës si pjesë e solidaritetit ndërkombëtar dhe për kushtimin ton për të mbështetur popullatën civile që po përballet me vështirësi teje të mëdha në Gaza. Me këtë rast dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për Republikën e Turqisë dhe gjysmëhënën e kuqe turke për bashkëpunimin e ngushtë dhe ndihmën në realizimin e këtij operacioni humanitar, përfundon Kurti. Lufta në Gazë u shkaktua nga sulmi i 7 tetorit 2023 nga grupi militant palestinez Hamas në Izrael, ku u vran 1200 njerëz dhe u rrëmbyen 251 të tjerë. Sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës, deri tani janë vrarë mbi 70.000 palestinezë.